Një person ka humbur jetën ndërsa një tjetër është dëmtuar si pasojë e një vet aksidenti trafiku të dielën në Ferizaj. Viktima është L.I, 13 vjeçar nga fshati Predez, i cili ndodhej në timonin e një veture Mercedes, ndërsa bashkë me të në ato mjet ishte edhe A.H, 16 vjeçar. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:30 kur një veture drejtuar nga një burr ka dalë nga rruga. Përpasoj vozitësi ka humbur jetën ndërsa pasagjeri ka pësuar dëndime trupore dhe ka pranuar trajtim mjekësor, thuhet në raportin policor. Për rastin është njoftuar prokurori. Policia ka raportuar se gjatë 24 orëve në Kosovë ka ndodhur 29 aksidente trafiku me persona të dëmtuar dhe 64 me dëme materiale. Avni Dehari, deputeti më i vjetër i kuvendit dhe rrjedhimisht kryesuesi i seancës konstituive, tha se duhet të arrihet marrëveshja politike. Deputeti që drejton seancën konstituive, të cilën me kërkesë të shefit të tij në parti, kryeministrit në detyrë Albin Kurti, e ndërpreu të shtunën për herë të dytë, tha se ka jo pak deputet opozitar që nuk duan kurfar marrëveshje politike. Ai nuk dha ndonjë njoftim se kur pritet të vazhdoj seanca, por komentoi politikisht situatën. Ka jo pak deputet opozitar që nuk duan kurfar marrëveshje politike për konstituimin e institucioneve dhe që duan incidente fizike në seancën konstituive. Pa marrëveshje politike, pa shmangshëm shkojmë në zgjedhje të reja, të përsëritura, të panevojshme e të dëmshme. Duhet të arrihet marrëveshja politike. Këtë kërkon Kushtetuta e Republikës dhe gjykata kushtetuese. Këtë pret populli i Kosovës dhe ardhmja jon, shkroi ai në një postim në Facebook. Ministri në detyrë i punëve të jashtme Glau Konjufca nuk e konsideron shkëndijë kushtetuese vazhdimin me ndërprerje të seancës konstituive të kuvendit. Konjufca tha se për vazhdimin e seancës konstituive i përket kryesuesit që të vendos. Ai tha se nuk mendojnë që është shkelur kushtetuta. Ne nuk mendojmë që është shkelur kushtetuta, siç e dini jo për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit të kaluar, prej zgjedhjeve të shkurtit 2025, ka shkuar duke u interpretuar, duke u etabluar edhe më tutje interpretimi i kushtetutës tonë. Sepse i patëm disa momente dhe vitin e kaluar kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional, drejtimet dhe natyra e proceseve, kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetuese edhe vitin e kaluar, tha Konjufca. Konjufca tha se ai që mendon që është shkelur kushtetuta duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se bisedimet për arritjen e një marrëveshjeje politike do të vazhdojnë me qëllim shmangjen e zgjedhjeve të reja. Kurti foli shkurtimisht para gazetarëve ku tha se është në komunikim me liderët politik dhe se synimi është arritja e një marrëveshjeje që do t'i hapte rrugën zgjedhjes së ngërçet institucional. Jemi në komunikim dhe do të përpiqemi për çdo ditë që të arrijmë marrëveshjen politike në mënyrë që t'i shmangim zgjedhjet e panevojshme, të paarsyeshme, sepse ato vetëm sa do të përsëriten. Pra u bë thirrje edhe një herë liderëve të partive të tjera që të diskutojmë e të merremi vesh, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan zgjedhje. E zgjedhja është marrëveshja politike, tha Kurti. Ministri në detyrë i bujqësisë Armend Vmuja e ka pranuar se në qumshtin Vita nuk është gjetur vaj palme. Në një konferencë për media ai ka ekspozuar disa lloje tjera të qumshtit të kompanisë Abrazen, në të cilat sipas tij është gjetur vaj palme, por në produktet e prezantuara nuk ka qenë qumshti dhe jogurti Vita, të cilat janë njësi të veçanta të kompanisë Abrazen. Megjithatë, vetëm kur është pyetur direkt nga gazetarët, Vmuja e ka konfirmuar se në qumshtin Vita nuk është gjetur diçka e dyshemt. Qumështoria Vita pasi prezantoi disa analiza të marra nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë që dëshmojnë se qumshti i kësaj kompanie është i pastër, i ka nisur procedura ligjore kundër AUV-t dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Vita ka paditur në Gjykatën Supreme ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Qumështoria ka paditur ministrinë edhe në Gjykatën Administrative duke kërkuar shfuqizimin e vendimit për iniciimin e verifikimit administrativ dhe kontrollit të jashtëzakonshëm ndaj operatorit ekonomik Abrazen LLC, si dhe ndaj operatorëve të tjerë ekonomik që gjatë procedurës rezultojnë të lidhur me objektin e këtij verifikimi. Vita ka nisur procedura ligjore edhe në gjykatën komerciale dhe në gjykatën administrative, duke argumentuar se përkundër ligjit AUV nuk ka publikuar rezultatet, përkatësisht nuk i ka dërguar rezultatet e analizave tek kjo kompani. Presidentja në detyrë e Kosovës Alblena Haxhiu e ka quajtur shqetësim serioz dhe për tu adresuar kërcënimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së
librit. Një ditë më parë, Vučići deklaroi se ka ftuar edhe ekspert për këtë çështje. Haxhiu gjatë organizimit të edicionit të 9 të konferencës së ambasadorëve të Kosovës ka thënë se diplomatët duhet të flasin për këtë kërcënim serioz të Serbisë ndaj Kosovës në vendet ku shërbejnë. Ndërhyrja e një anshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasojë shumë përtej një çështje teknike, nga se do të prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës sonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë dhe të informojnë qeveritë e vendeve pritëse për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde, sa edhe kërcënuese, është shprehur Haxhiu.